mund të ketë patur shkarje dherash këtu brenda kur muri është në rregull. Plus që nga shkan dherat, sepse aty mbas këtij muri është kanali. Ku ndodhi shkarja e dherave? Dhe si ka mundësish kjo shkarja e dherave brenda kantierit të Arben Avdulit. Ky është kantieri i Arben Avdulit. Shikoni na një shenjë të shkarjes së murit apo ku diun, si kanë shkar derat këtu. Nga erdhën derat që shkan këtu. Kur aty mbas është i gjithë kanal, mbas këtij murit aty është i gjithë kanal. Mendoj që nuk është momenti tani të ndajmë përgjegjësitë, por dy gjëra, duke qenë se bashkia nuk ka varësi ndaj ujësjellësit, pra ujësjellësi për 2 vjetësh i ka kaluar në administrim Agjencisë Kombëtare të Ujësjellësve, por nuk është momenti tani që të dalim në përgjegjësi, momenti është tani të menaxhojmë një fatkeqësi natyrore që her pas here në periudha intensive edhe me juve kemi komunikuar që kjo fatkeqësi natyrore ka kaluar prej vitesh dhe ka dhënë këtë lloj defekti serioz, ka pasur një angazhim serioz, edhe patjetër bashkia ka munduar të suportojë pjesën e menaxhimit të zgjidhjes.